Drejtuesit e automjeteve në efektin e alkoolit vijojnë të mbeten një ndër problematikat më shqetësuese për policinë rrugore në qarkun e Fierit gjatë muajit maj. Sipas shefit të qarkullimit rrugor pranë drejtorisë vendore të policisë Fieru, Stem Plaka, gjatë muajit të kaluar janë konstatuar 14 drejtues mjetesh të grup moshës 18 deri në 35 vjeç që drejtonin automjetin në gjendje të dehur, prej të cilëve 12 janë arrestuar në flagrancë. Gjatë muajit maj, nga ana e sektorit policisë rrugore janë kapur 14 drejtues mjetesh që drejtojnë mjetin në gjendje të dehur, 12 prej tyre janë arrestuar në flagrancë, ndërsa 2 janë ndjekur në gjendje të lirë. Grup moshat variojnë nga 18 deri në 35 vjeç. Në kuadër të masave administrative, vetëm gjatë muajit maj, janë vendosur 69 masa ndaj drejtuesve të mjeteve, që janë konstatuar në ndikimin e alkoolit, ka pohuar Plaka. Gjithashtu kemi vepruar edhe me masa për drejtim automjeti në ndikim të alkoolit, të cilat janë në shtim, vetëm për muajin maj janë 69 masa administrative për drejtim automjeti në ndikim të alkoolit. Shefi i qarkullimit ka pohuar gjithashtu se përballë kësaj situate, Departamenti i Sigurisë Publike ka hartuar një plan operacional 3 ditor për goditjen dhe parandalimin e drejtimit të automjeteve në gjendje të dehur, i cili ka sjellë rezultate pozitive në terren. Duke pas parasysh shkelje dhe si shkelje rrugore, shkelje është në shtim, nga ana e Departamentit për Sigurinë Publike është përpiluar dhe një plan operacional 3 ditor për parandalimin dhe goditjen e drejtuesve të mjeteve që drejtojnë mjetin në gjendje të dehur apo në ndikimin e alkoolit, ku ka pasur dhe rezultate pozitive. Ndërkohë policia rrugore thekson se problem mbeten rrugët rurale, ku shpesh nuk respektohen rregullat e qarkullimit rrugor. Vetëm gjatë muajit maj janë vendosur rreth 11.000 masa administrative, kryesisht për shpejtësitë e normave të lejuara dhe drejtimin mjetin në ndikimin e alkoolit. Aksidenti më i fundit është ai i ndodhur në orët e para të mëngjesit të së martës, ku 43 vjeçari Ernis Xhumari humbi jetën në vendin e quajtur rreth rrotullimi i plasmasit, teksa 2 muaj më parë i ishin hequr 13 pikë të patentës për shkak se kishte rezultuar në gjendje të dehur në timon.